Including the biggest game show on the planet, Who Wants to Be a Millionaire? Milioneri u konsiderua suksesi më i madh që produksionet evropiane kishin arritur ndonjëherë. And it's time for Rod and the team to decide who gets the biggest job in Kosovan Albanian television. Edhe kush do bëhet milioner është një refleks i këtij trendi globalizues. Anti-Mumma! The hit film Slumdog Millionaire is becoming popular culture around the world. Atëherë milioneri do të luante rolin e vet. Ndërsa milioneri bashkon shumë gjëra në një spektakël. Është argëtimi, është dia, është tensioni, interesi. When they bought Millionaire, the whole thing changed. Suddenly, the network bosses in America. Ka me rëndësi me pas edhe efektin e ngritjes së vetdijes së popullsisë. For the last decade, one game show has dominated ratings around the world, making television history along the way. And today, Who Wants to Be a Millionaire remains. Si erdhi milioneri në ekranet e juaja, cilat ishin sfidat dhe qëllimet. Ndiqni dokumentarin e milionerit. Das ist ganz schön wenig. Zhvillimi i madh shkencor teknik që përjetoi bota në shekullin e kaluar, pati përpasoj zhvillim të hofshëm edhe në fushën e medjeve. Përdorimi i satelitit në sigurimin e sinjalit televiziv ishte një zbulim epokal. Kjo ndikoi në rritjen e numrit të teleshikuesve të një televizioni nga mijëra në miliona sish. Kjo shtyi magnatët e televizioneve të fuqishme të krijojnë një treg global medial në mënyrë që formatet e tyre televizive t'u mundësojnë edhe popujve dhe vendeve të tjera të botës. Prania e formateve me licencë ndërkombëtare tani më është bërë një kërkesë për të gjitha ato medje të cilat dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj bote. Por ku janë mediat tona sa i përket këtyre trendeve? Në 2 dekadat e fundit, shikuesi shqiptar ka pasur mundësi, qoftë nga afër ose nga larg, që të përcjellë me 10 formate të huaja televizive të cilat kanë arritur maja të shikueshmërisë botërore. Ndërsa televizionet tona, përveç se 2 a 3 sosh, nuk janë përpjekur që këto formate t'i provojnë në gjuhën anëtare. Arsyet për këtë janë të shumta, por e vërteta është se mediat tona janë akoma larg në sjelljen e një fotografie bashkohore për shikuesit e tyre. Duke e parë këtë realitet, produksioni Grand Media filloi seriozisht të mendojë se çfarë zgjedhje do të mund të ofronte për teleshikuesin barë shqiptar. Shumë variante dhe formate u diskutuan, qoftë mes veti e po ashtu edhe me ekspertë të medjeve. Në sajë të një bashkëpunimi me njërin prej produksioneve më të mëdha botërore, Two Way Traffic, a Sony Picture Entertainment me sëlinë në Londër, dhe i cili ofron një gamë prej mbi 200 formateve televizive. Two Way Traffic, a Sony Pictures Entertainment company active in more than 60 territories around the world, creating, developing, and exploiting the biggest brands in light entertainment, including the biggest game show on the planet, Who Wants to Be a Millionaire? Its first ever spin-off, 50-50, Karaoke Showdown, Russian Roulette, Power of 10, Mr. and Mrs. Silent Library, The Dating Game, The Gong Show, For the last decade, one game show has dominated ratings around the world, making television history along the way. And today,
Who Wants to Be a Millionaire remains as strong as ever. Definitivisht është koha për me marrë një vendim. Është sfida e madhe. So does the jackpot. All the way to $1 million. Grand Media u përcaktua për telefranshizin më të përhapur mediale në botë, kuizin Kush do të bëhet milioner. Riçi vjavën se çide për milioner. Vendimi për këtë format nuk që as pak i lehtë për ta, dhe atë për shumë arsye. Licenca kërkonte që Kosova të jetë shtet, krijimi një stafit të përbashkët nga Shqipëria dhe Kosova, caktimi premis, gjirimin e njërin prej vendeve fqinje, buxheti i lartë, realizimi strikt sipas kushteve të licencës. Këto dhe probleme të tjera përbërnin sfidën për këta të rinj entuziast. Le të shohim tani se çfarë është në të vërtetë zgjedhja atyre. Kush do të bëhet milioner? Është quiz televiziv i përbërë nga 15 pyetje, në disa vende nga 12, duke filluar nga pyetjet më të thjeshta deri tek ato më të vështira. Për çdo pyetje të qelluar rritet vlera monetare, gjersa arrin në pyetjen e fundit, ku ajo në shumë vende që shfaqin këtë quiz i përgjigjet vlerës për 1 milion në njësinë e tyre monetare, ndërsa në vende të tjera ajo ndryshon. Secila pyetje ka nga 4 alternative, ndërsa garuesi gjatë lojës mund të shfrytëzojë 3 ndihme. Çdo gjë është gati për xhirimin e emisionit të parë. Producenti kryesor i Two Way Traffic, Rod Taylor, mori rrugën drejt vendit të xhirimit, dhe detyra e tij ishte trajnimi e ekipit të Grand Medias për realizimin e Milionerit në Shqip. Për lançimin e Milionerit në Shqip, interesim kishte shprehur edhe giganti medial BBC. Një ekip i saj së bashku me Rodin do ta përcjellë këtë ngjarje. Mundojmë ta bëjmë më të bukur, më të mirë ta paraqesim në ekran për gjithë teleshikuesit. Standby Studio starting opening titles in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ad revenues are falling and internet use is soaring. Sonte do të kuptojmë çka i duhet industrisë së televizionit britanes për të mbijetuar. TV industry alive. Sonte jemi me ekzekutivin e televizioneve britaneze mbrapa skenës së hit show-t ndërkombëtar. Këto 2 javët e fundit kam qenë në Oslo, Varshavë, Milano dhe Amsterdam, ndërsa tani jam në rrugë për në Shkup. Producenti ekzekutiv Rod Taylor ka ardhur në Maqedoni për të ndihmuar në lancimin e versionit të Milionerit. Edhe pse studio gjendet në Maqedoni, ky show do të prodhohet për Kosovën dhe Shqipërinë. Ditët e para të xhirimit të emisionit, puna e Rodit është të bëjë audicionin e moderatorëve Veton Ibrahimi dhe Kadri Vokopolo. Vetoni ka ardhur duke besuar që tani ai e ka marrë këtë punë. Arsyeja që kam ardhur sot është të bëjmë audicionin. Unë nuk e kam pa audicionin tuaj. Ky është formati për të cilën kujdesem unë. Nëse unë i shoh 2 moderatorë të mirë, atëherë ne do t'i prodhojmë më shumë se 2 show për Kosovë dhe Shqipëri dhe do të na duhet njëri. Choosing the host is critical. Përzgjedhja e moderatorit është punë serioze sepse nëse e zgjedh një moderator i cili nuk ka keqardhje dhe ngrohtësi ndaj kandidatëve, pothuajse nuk jeni moderator fare. Shikuesit nuk janë të vetmit për të cilët brengoset Rodi. Një djalë më i ri do të jetë me siguri më tërheqës, po ashtu neve na nevojitet që edhe reklamuesit të interesohen për emisionin ton, dhe unë parangjej që ky do të jetë më tërheqës edhe për ta gjithashtu. Në tërë botën reklamimi ka qenë burimi kryesor për të financuar televizionin, por tani është i kërcënuar. Pas trajnimit disa mujor, erdhi momenti i publikimit të datës së transmetimit të parë të kuizit
kush do të bëhet milioner në gjuhën shqipe. Kuizi më I popularizuar në botë, kush do të bëhet milioner, së shpejti do të realizohet edhe në Kosovë. Ky është një program I cilësisë së lartë me standarde evropiane. Pavarësia e Kosovës hapi dyer për një bashkëpunim evropian në fushën mediale. Edhe në Kosovë arriti kuizi më I famshëm në botë, Who Wants to be a Millionaire ose kush do të bëhet milioner. Nën realizimin e mega produksionit Two-Way Traffic dhe produksionit vendor Grand Media Prishtinë, ky program vjen nga dhjetori në radio-televizionin e Kosovës çdo javë. Nga dhjetori në televizionin Alsat nis transmetimi I kuicit më të ndjekur në mbar botën Milioneri. Programi në Shqipëri do të jetë identik me çdo produksion në vendet e tjera të botës. Një bashkëpunim evropian në fushën mediale sjell në Shqipëri formatin e kuicit më të famshëm në botë, Who Wants to be a Millionaire. Back in Macedonia, the auditions for Millionaire are over, and it's time for Rod and the team to decide who gets the biggest job in Kosovan Albanian television. Ti rikthehemi Maqedonisë. Audicioni për milionerin filloi dhe është koha që Rodi dhe ekipi I tij të vendosë kush do të fitojë punën më të madhe në televizionin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë. Just stop there for the moment, please. Rose is wearing high heels, quite high heels, but she's not extremely tall, and he is. Mos kuptimi I gjuhës shqipe nuk paraqet problem për Rodin sa I përket vendimit për të zgjedhur se cili moderator është më I mirë. Rod's inability to understand Albanian isn't a problem when it comes to deciding who'll make the better presenter. Can we just have the room to ourselves a bit, please, just for a moment? Okay, the cameraman. They're very open to. Kemi qenë shumë të hapur gjatë diskutimit dhe të dy konkurrentët janë të mirë. Megjithatë do të jetë vendimi edhe I tyre. In the end, Veton was given the job. Dhe në fund, Vetonit ju dha puna. Malvina Kallabaku nga Tirana. Në konferencën për media u bën publike sekuencat e para të milionerit në Shqip. Deri më sot, formati ka fituar 65 shpërblime globale, duke përfshirë BAFTA. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një prezantim me disa sekuenca rreth gjerimit të parë të emisionit. Kandidati I parë I cili e hapi milionerin në Shqip ishte Bashkim Kryeziu nga Prishtina. Regjistrive më të shpejt është Bashkim Kryeziu. Bravo Bashkim. Ngjashëm me Amerikën kur u lansua për herë të parë, po ashtu edhe në hapësirën shqiptare milioneri pati po atë mikpritje. Vitin e kaluar, Two-Way Traffic e cila prodhon milionerin është bler nga kompania Sony për 114 milion funta. Suksesi ndërkombëtar I këtij show ka pasur ndikim të madh tek produksionet tjera britaneze. Në mes të vitit 1990 unë personalisht kam zbuluar disa formate të reja. Dhe për herë të parë kur kam tentuar për të shitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shefat e rrjeteve televizive as nuk kam pranuar të takohen me mua. When they bought Millionaire, the whole thing changed. Mirë po, kur e blen milionerin, gjithçka ndryshoi. Pa pritmas shefat e rrjeteve televizive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë treguesit e medjave më të mëdha në botë, erdhën në Britani dhe trokitnin në dyert tona, duke kërkuar ide të reja dhe ç'kemi të re për t'i ofruar. Po si e priti shefi katedrës së gazetarisë në Universitetin e Prishtinës dhe njohësi I mirë I medjeve të ne, Dr. Milazim Krasniqi. Ky është një projekt me përmosa globale, aty ku është paraqit deri tash kryesisht ka pas suksese të mëdha, edhe si I tillë është jashtëzakonisht popularizuar. Who Wants to be a Millionaire was such a successful. Kush do të bëhet milioner ishte një format aq I suksesshëm saqë I dha producentëve britanesë besueshmëri të menjëhershme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe krejt papritmas çfarë do që të vinte nga Britania e Madhe, të gjithë donin ose të kishin për vete ose donin që ta ndalonin konkurrentin ta merrte. A konsiderohet ardhja e milionerit në Shqip si triumf I botës mediale shqiptare? Apo thjesht një emision që ka larguar hapësirën publicitare dhe informative nga televizionet tona? Të shohim se çfarë thonë ekspertët. Fillimi I këtij projekti edhe në Kosovë dhe në botën shqiptare, duke përfshirë pra dhe Shqipërinë, është gjithsesi një sukses medial, është një sukses I atyre që e prodhojnë, I transmetuesve që e transmetojnë, dhe padyshim që në këtë aspekt mund të flasim për një inkuadrim të botës shqiptare në rrjedhat ose në trendet që identifikohen edhe me këtë lloj emisioni. Por a është I të njëjtit mendim edhe profesor doktor Masar Stavileci? Ardhen e milionerit të Shqip, unë
vet e quaj sukses, nga se në Milionerin bëhet fjalë për njerëz të cilët do ta shfaqin dijen. Once a format is shown and on air in America, you can be pretty sure that vetëm që u siguroj se kur ky format u shfaq për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i hap dyert të shumë vendeve të Evropës perëndimore. Ndonjëherë mund të ketë efekt domino, që do thotë se formati mund të shitet në Evropën perëndimore, ndërsa mund të blehet në Rusi. Unë si përfaqësues i Komunitetit të Biznesit përveç efektit material, e kam rëndësi me pas edhe efektin e ngritjes së vetdijes së popullsisë, për shkak se shumë njerëz të cilët kanë ditë në një farë mënyrë që kam qenë indirekt i kyçur, më kam pyetur a ka libra, a ka dokumentacion, a ka materiale të cilët ne mundem me ngrit diturinë e përgjithshme. Alma Lama, me profesion gazetare, për impaktin e këtij quizi në shoqërinë bashkëshqiptare do të deklaroj. Emisioni Kush do të bëhet milioner është vërtet një formulë shumë e gjetur, sepse shfrytëzon pushtetin që ka media sot në jetën e njerëzve për të përcjellë dijen. Në momentin që ky spektakël vjen në Kosovë dhe në Shqipëri, mendoj që është vërtet shumë i rëndësishëm, sepse mediat shqiptare janë të përfshira nga një trajtim sipërfaqësor i gjërave, janë kryesisht të drejtuar drejt argëtimit, ndërsa Milioneri bashkon shumë gjëra në një spektakël. Është argëtimi, është dia, është tensioni, interesi që zgjon tek pjesa më e madhe e popullatës. Përfshin të gjitha grup moshat. Ndërsa për aspektin psikosocial të Milionerit, Arber Murseli me profesion psikolog do të shprehet. Suksesi i jashtëzakonshëm i quizit Kush do të bëhet milioner qëndron në strukturën narrative të cilat i gjejmë në mitologjinë antike dhe prallat e fëmijëve. Quizi ka një narracion me role të definuara, ku kandidati paraqitet si një hero i vendosur për të kapur premi, ndërsa prezantuesi si udhërfyes si protagonistit në rrugën drejt saj. Sa më lart që ngjitesh, aq më e vështirë bëhet rruga drejt premia. Por quizi për dallim nga formate të tjera, sfiduesit e lehtësohet kjo rrugë duke shërbyer me 3 ndihma. Kandidati e merr përsipër edhe riskun e gabimeve të këtyre ndihma vetëm që të japë përgjigje, mbasi edhe të gabuar. E tërë kjo ka ngjashmëri me tregimin e Odiseut dhe Sirena. Filmi Slumdog Millionaire vërteton se si një quiz i veçantë britanez është bërë kulturë e popularizuar për rreth botës. Has shown just how deeply ingrained one particular British quiz show has become in popular culture around the world. Quizit Kush do të bëhet milioner të ne, padyshim se do t'i bëjë një publicitet të madh edhe filmi Slumdog Millionaire, i cili fitoi 8 çmime Oscar. Filmi flet për një jetim nga paralagjet e Bombejit, i cili në pushimin para pyetjes së fundit do të kapet nga policia me dyshime për mashtrim dhe me arsyeën se si ka mundësi që një djalosh nga paralagjet të arrijë gjerë këtë nivel. I dëshpëruar të argumentoj pafajësinë e tij, ai do t'i rrëfej kryeshefit të policisë tërë jetën e tij, aventurat e tij, si dhe për latikën, dashurinë që e kishte pasur, por që e kishte humbur. Në mungesë të fakteve, ai do të lirohet dhe do të fitojë premin për 20 milion rupive. S'ken kjo që do të paralizojë tërë Indinë. Të ralla janë formate televizive që arrin të nxisin shoqërinë në garë si Milioneri. Ky quiz shtyn shikuesit të masin nivelin e dijes së tyre përmes 15 pyetjeve që shfaqen në ekran, ndërsa të guximshmit i inkurajon që të bëhen pjesë e lojës. Përveç se i bën pjesë të lojës, Milioneri shpërblen të gjitha ata varësisht nga niveli i dijes që kanë treguar. Është një emision që ka licencë ndërkombëtare, formula e tij është provuar botërisht si e suksesshme dhe vjen pikërisht me këtë licencë, jo vetëm të suksesit, por edhe të ligjshmërisë në Kosovë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Emisionet që prodhohen përgjithsisht në televizionet e Ballkanit janë disi të improvizuara, janë emisione të rralla ato të cilat merren me licencë, formula të cilave aplikohet tërësisht ashtu sikurse në vendet e tjera të perëndimit. Është një emision që mund të shikohet me familje, normalisht me që është emision ku testohen dituritë e njerëzve, normalisht që edhe në familjen tonë shoqërohet me debate edhe me komente lidhur me pyetjet përgjigje. Çka thonë qytetarët për ardhin e Milionerit? Zakonisht hanën rrinë shpevish për shkak të Milionerit. Po vjen mirë për këtë spektakël që më në fund erdhi
edhe në trojet shqiptare. Jam shumë e lumtur që vajza ime është pjesëmarrëse në këtë konkurs, kaq të bukur. Shumë e lumtur. Ju falenderoj për organizimin e këtij konkursi. Ai i cili ka detyrit përgjithshme është interesuar me shiqur emisionin apo kam ndërtrimit tem, për shembull kur është emisioni Milionerët të haneve, gjithë familja jam e mbledhur pranë televizionit. Po çfarë dobish tjera ka sjell me vete ky format televiziv? Sa shumë flitet për integrimet kulturore Kosovë-Shqipëri përmes projekteve të përbashkëta të javëve dhe muajve të kulturës. Pa më të voglin më dyshje, milioneri më mirë se kush do i ka integruar shqiptarët nga dy anët e kufirit. Ky quiz në mas të madhe ka larguar tabut dhe stereotipet për shqiptarët të ndarë në kufi shtetëror. Madje edhe kandidatët që kanë marrë pjesë në quiz janë prezantuar nga qytetet që kanë ardhur. Këtë formë të prezantimit teleshikuesit e kanë mirëpritur shumë. Ky quiz do të jetë një nga elementet që të bashkojë shqiptarët, do të ketë gjëra të tjera. Megjithatë prapë si ide goxha e qelluar është. Që milioneri po i bashkon gjithë shqiptarët në fushën e dijes, kjo është gjë mos e mirë. Shqiptarët kanë nevojë më shumë se kurrëherë të bashkohen. Gjithmonë janë bërë përpjekje që shqiptarët në çdo vend që të jenë, në çdo traj të Shqipërisë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, të bashkohen në mënyra nga më të ndryshme. Po tani fusha e diturisë më duket akoma dhe më interesante. Dhe vërtet kjo është një nga rrugët më të zgjedhura dhe më të pikasura. Vetë fakti që ky projekt transmetohet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri është një tregues i trendit integrues të vetë shqiptarëve, edhe unë jam i bindur që edhe me vetë përmbajtjen rrezaton integrim, rrezaton afrim dhe rrezaton njohje në mesin e vetë shqiptarëve. Unë për vete do më në shkurt tash, do më po tregoj një histori të vogël, jam bërë miq me 2-3 nga konkurrentët që ishin nga Prizreni. Të bashkohen në fushat e ndryshme të dijes, të kulturës, të letërsisë, të gjuhës dhe të gjitha gjërave që ne, pa marrë parasysh se jemi të ndarë me kufi ndërkombëtar, ne jemi një popull, një kom, kemi një kulturë, kemi një letërsi, kemi një gjuhë dhe atë duhet ta kultivojmë patjetër. Në të shoh që marrin pjesë shqiptarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, si më thënë, është një vend ku bashkohen të gjithë, ku vihet në provë dija e tyre, kapaciteti, interesi. Ngjashëm me angazhimet politike, ekonomike e shoqërore të Shqipërisë dhe Kosovës, që mëtojnë të jenë pjesë e botës së përparuar, në rrafshin medial, milioneri ka bërë shqiptarët pjesë të trendeve globale. Jetojmë tash në një botë që po shkon drejt globalizimit. Edhe kush do të bëhet milioner është një refleks i këtij trendi globalizues, kështu që si tilla i padyshim që do të ndikon edhe në integrimin e përgjithshëm kulturor dhe shpirtëror të shqiptarëve në përgjithësi. Ekipi pyetjeve të këtij quizi synon që opinioni mbar shqiptarët të njoftohet me vlera, tradita, vende, personalitete dhe shumë aspekte tona kombëtare, dhe mbase tu rikujtojë atyre informacione dhe dije të harruara, qofshin ato nga e kaluara ose tanishmja. Shumë kush ka shfaqur habi për 5 pyetjet e para që janë fare të lehta, por shikuesve po u sjellin ndërmend se kjo është pjesë e lojës së milionerit. Konceptuesit të kësaj loje kanë dashur që pas tensionit të madh në lojën e gishtit të shpejt, t'i mëshirojnë ata që kanë fituar rastin të luajnë dhe të fitojnë sadopak, pasi që kjo është mundësia e tyre vetme në jetë. Ndërsa për ata që e ndjekin përmes ekranit, ata kanë marrë në konsiderat të gjitha moshat dhe nivelet të edukimit. Për aq sa e kam ndjekur unë, kanë qenë pyetje vërtet shumë të rëndësishme që kanë bënë me historinë e kombit shqiptar, me gjeografinë, me çështje të tjera, të cilët njerëzit që mbase nuk i kanë mësuar nëpër shkolla kanë mundësinë të mësojnë nëpërmjet milionerit. Nëse milioneri ka për qëllim të mësoj garuesve dije që nxjerren nga librat, të mësoj njerëzve të cilët marrin pjesë se duhet ta njohin kulturën e tyre në përgjithësi, historinë e tyre në përgjithësi, atëherë unë e quaj këtë shumë të suksesshëm. Nga cili qytet ishte familja Shqipudar, prej së cilës hamendohet se ka origjinën emri shqiptar? Është një familje që nuk e kam dëgjuar
Testimi i diturive, motivimi njerëzve për të manifestuar, për të shprehur dituritë e tyre gjithmonë është pozitiv. Kështu që në këtë aspekt besoj se ndikimi i një emisioni të tillë tek trit mund të jetë i ndjeshëm, sepse mund t'i shtyjë ata që të shohin se përmes diturisë edhe mund të afirmohen, edhe mund të fitojnë. Kështu që në këtë prizëm po të shikohet, unë besoj që është i dobishëm, është motivues për të rinjt. Të rinjt janë të përfshirë nga bota e medias, e internetit e tjerë dhe gjithnjë më pak i kushtojnë vëmendje librave. Dhe milioneri vjen në një moment servir dije dhe mund të shërbej, mund të themun, si një nxitje që këta të rinjt ju kthehen librave. Kur e kam shiqur unë me familjen time për emisionin e milionerit, me siguri që unë kam mësuar ose kam thirrë shumë informata të cilat në jetën e përditshme i ka regjistruar por nuk i kam ditë. Njëjtin efekt e ka pasur edhe te njerëz tjerë në Kosovë dhe Shqipëri. Sepse ping-pongu edhe nga shqiptimi. Për sa i përket pyetjeve të mia, më pëlqyen shumë, sidomos 5 pyetje të para, edhe pse i gjeta, dikush mund të thotë që ishin thjeshta përderisa i gjen, por kur je përballë ti publikut dhe ti spektatori që të shikon në gojë se çfarë do të thuash, atëherë nuk janë dhe aq thjeshta që të gjitha. Ama suksesi dhe dia bën që të arrish deri në atë pikë që ti të vazhdosh dhe më shumë ta shtosh fletët e atij libri të madh. Pyetjet janë shumë ndihmuese. Domethënë do të thoja që është organizuar në një mënyrë perfekte dhe në një mënyrë shumë gjeneroze, shumë me dëshirën e mirë. Sa më thellë që shkohet, aq më të vështira bëhen pyetjet. Dhe mua më pëlqejnë më tepër personalisht, unë them për veten time, më pëlqejnë pyetjet të cilat nuk mund t'i di njeriu vetëm në bazë të përvojës, por duhet t'i di edhe në bazë të leximit. Për personalitetet e dalluara, kjo mënyrë e pyetjeve në të vërtetë edhe e mundson një ritëm të krejt programit, sepse vjen duke u rrit ritmi, vjen duke u rrit dramaticiteti, kështu që në këtë aspekt mendoj deri tash që pyetjet dhe përmbajtjet përgjithsisht kanë qenë inteligjente. Në bisedat, në kontakte që i shohin në qytet shumë shpesh është temë kryesore. Emisioni Milionerët, pyetja e nantë e kanë qellu, vetë fakti që njerëzit debatojnë lidhje me një emision i cili parasitet një herë në javë tregon që emisioni është masë i suksesshëm. Do duhet insistohej që të vinë ndoshta njerëz që kanë përgatitje më të larta, në mënyrë që thjesht ata me njohuri që i plasojnë ta ngritin steken, standardet e diturive, sepse në atë mënyrë do të përfitonin edhe ata vetë materialisht, por do të përfitonte edhe publiku më shumë. Për pak episode, milioneri u bë pjesë e një numri të madh të familjeve shqiptare, është gjë e mirë. Është gjë e mirë për shkak se ato familje sigurisht e shohin që nga milioneri vetëm kanë përfitime, jo vetëm përfitime materiale, por edhe përfitime edukative, përfitime instruktive, mëson diçka, sheh diçka, dëgjon diçka, kështu që kjo me duket mua është arsyeja kryesore që milioneri u bë dhe mërmendjen që se vazhdoni kështu, do të bëhet pjesë edhe më e madhe e familjeve shqiptare. Pjesëmarrësit të jenë sa më të dishëm, në mënyrë që ritmi i emisionit të ngritet sa më lart, emocionet të ngriten sa më lart, sepse ne ende nuk e kemi përjetuar me këtë emision, se si duket kur njeriu rrin në pyetjen e fundit, për shembull, në përgjigjen e fundit, kur e ka gjasën që të jetë fituesi një shumë të madhe. You ready for this? Yes. Let's play. Ato kanë edhe një element tjetër, atë tematës së vëllimit intelektual të një populli. Ky quiz, kush do të bëhet milioner në gjuhën tonë, synon të nxjerrë heroin, rrëmbysjen e premisë nga masa e thjeshtë, si dhe të provokoj garën në mesin e atyre që ndjekin këtë quiz. Ky quiz përveç se i dhuron aso privilegje fituesit të premisë, ai gjithashtu mund të përdoret edhe si mekanizëm i cili promovon vlera intelektuale dhe mediatike të mirëfillte. I'd like to call my parents right now. Sure. Use my lifeline, call my parents. What are their names? My father. I'll talk to my father. Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million.
My gosh. What can I say except, Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. Debbie, come on down. Here it is, my man. Congratulations. Vetë projekti I ka disa konvenca, disa standarde gjithku në botë, prandaj suksesi I tij dhe në vërtet varet shumë nga respektimi I atyre standardeve që thjesht janë konvencionale dhe si e bojnë milionerin të ketë një shajt të veçantë të identifikimit. Puna e Rodit është të sigurohet se ekipa e produksionit vendor do të bëjë emisionin sipas specifikave strikte. Kur ne lancuam formatin ndërkombëtar, prodhuam një libër enkas për milionerë, në të cilën gjendet gjithçka, duke u nisur se si të përzihet një kandidat, si të bëhet ndryqime si dhe udhëzime tjera. Është edhe një element I rëndësishëm. Kur ne prezantuam premin prej 1 milion, ishte premia më e lartë në botë. Jo në të gjitha territoret mund të paguhet e njëjta premi, dhe në shumë vende është një shumë e të hollave e cila mund t'ia ndryshojë jetën dikujt përgjithmonë. It's an amount of money that will change somebody's life, we hope forever. The top prize for the Kosovans and Albanians is to be €50,000. Premia për Kosovën dhe Shqipërinë është 50.000 euro, 20 herë më shumë se sa një rrogë mesatare vjetore. Milioneri në të gjitha vendet ku shfaq ka rri shkallë të lartë të shikueshmërisë, të interesimit të pjesëmarrësve, kështu që në këtë aspekt na vetëm tregojmë që jemi pjesë e kësaj bote. Sidomos fokusi në Evropë, audienca është për mes 40 dhe 50% që sot është shumë vështirë në emision me pas kërshërinë e shikuesit përshtatallë, mendoj që definitivisht kvizi I milionerit është diçka I cili ka me mbet në jetë edhe një kohë gjatë. Emisioni Milioneri është një emision që meriton të shikohet. Në botën e sotme ka më shumë identifikime me aktor, me këngëtar, me figura publike, ndërsa Milioneri pikërisht ka bërë diçka tjetër. Ka vënë në plan të parë njerëzit që manifestojnë dituri. Alternativa ime ishte Ali Podrimja. Milioneri edhe në hapësirën shqiptare mund të luajë një rol emancipues të përçojë mesazhin që dituria është vlerë. Pra jo vetëm imazhet e kiçit, por edhe njerëzit e zakonshëm, qytetarët e zakonshëm, të cilët kur gjenden para pyetjeve të vështira, dinë si të menaxhojnë, dinë si të përgjigjen, dhe këta mund të bëhen, si më thon, figura të dashura ose figura që identifikohet publiku me ta. Konsideron në ato bazat e historisë antike. Unë vërtet ju bëj thirrje të gjithë njerëzve pa përjashtim, sepse pash që ishin në të gjitha moshat, dhe I them që hajdeni bëuni si thua antar dhe pjesëmarrës në këtë quiz. Shprehni dituritë e juaja, aq sa të keni, nuk ka rëndësi fare se çfarë fitohet. Rëndësi ka se çfarë mëson. Analiza tregon që prej momentit që kem qenë prezent në emisionin Milionerit, kem pas diku në ngritje prej 28% në shqitjen e artikujve, edhe nuk hezitojmë as një moment të përkrahemi çfarë do lloj iniciative cila do të vjenë në edicionet e ardhshme të Milionerit të Kosovës. Ardha e në Shqip sigurisht rrit interesin bashkë me interesin edhe kuriozitetin se si ky spektakël do të funksionojë në gjuhën shqipe dhe mendoj që për vitin e parë ka kaluar provën me sukses. Unë e di sepse jam njëri që punoj me mediat, e di sa vështirë është që të realizohen projekte kaq komplekse, ku ka një numër shumë të madh të pjesëmarrësve, ku ka një numër shumë të madh të realizuesve. Prandaj në këtë aspekt unë besoj që drejtimi që ka tash për tash, projekti është I mirë, vetëm duhet thjesht të ngriten standardet. And where next for Millionaire? Dhe ku pastaj me Milioneri? Afganistani me të cilën burremi do të jetë I 190 dhe besoj Andorra dhe Costa Rica, 110 dhe 111. Familja Milionerit
kjo është mundësia që ju të bëjeni pjesë e këtij quizi, andaj pjesë e këtij quizi mund të bëjeni sezonin e ardhshëm sepse mbaruam këtu, por do të jemi përsëri së bashku në shtator. Juve ju mbetet që të shpëtoni dhe të